Mirë sërish në studio miq dashur, jemi gati tani për të ndryshuar tërësisht atmosferën, sepse do të flasim për një nga ditët më të rëndësishme të jetës, sidomos të vajzave që gjithmonë e ëndërrojnë atë princin e kaltër, po përpos princit ëndërrojnë edhe atë fustanin e madh si princesh, fustanin e bardhë të nusërisë, për cilat janë ato fustane që nuk dalin asnjëherë nga moda. Edhe vlen që t'i kemi prezent në ditën më të lumtur të jetës, që është dita e dasmës. Të ftuar në studio ne kemi prezantuesin, njëkohësisht edhe si përmarrësin, Amarda Toska. Përshëndetje së kaltër. Mirë se gjej Lori, gjithmonë kënaqësi të jem këtu me ty. Gjithmonë e bukur, Ami. Faleminderit. Mirë, do flasim edhe për gjëra të bukura sot, nuk ka se ndodhin ndryshe. Gjëja më e bukur, dita më e bukur e një vajze, le ta themi është dita e dasmës, ku ajo bëhet për pak orë princesh. Kështu që është gjëja më e bukur që mund të flasim. Patjetër, edhe ato fustane që nuk dalin asnjëherë nga moda na kuriozojnë të gjithë, se themi si ka mundësi që rezistojnë kohërave, si ka mundësi që ne i marrim gjithmonë si modele ato fustane që i kanë veshur personazhet famshëm ndër vite. Po, është e vërtet, në fakt, jo vetëm pse vishe nga personazhet famshëm, por në parantezë unë do thoya diçka. Fustanet që nuk dalin kurrë nga moda, në fakt dhe ajo që unë sugjeroj gjithmonë edhe te klientën tanë, janë ata fustanet që të shkojnë më tepër. Do të thonë pavarësisht se si ndryshojnë trendet, moda e tjerë, që stilistët hedhin në pasarela modele të reja me ngacmime dhe dizajne nga më të fundit, prapë se prapë fustani më i bukur, sidomos fustani, kur bëhet fjalë për fustani në sërisë që ke shansin ta veshësh vetëm një herë dhe uroj që të vishet vetëm një herë nga vajzat. Duhet përshtatur për dasëm, se kështu për foto e veshim. Po, për foto, për dasëm uroj ta veshim disa herë, një herë në fakt. Kështu që ajo ditë është vërtet e veçantë dhe ajo zgjedhje duhet bërë me shumë kujdes. Që do të thotë duhet kombinohet shumë mirë fustani me karakterin e nuses. Unë jam gjithmonë pro kësaj. Pavarësisht tendencave të fundit, ajo nuse që ka vendosur datën, që do shkojë në altar, duhet veshë diçka që ta personifikojë. Që do thotë një nuse klasike, një vajzë klasike në jetën e përditshme, është 25-30 vjeç, sa mund të jetë, nuk mund të transformohet në ditën e dasmës duke veshur diçka ekstravagante. Dhe anasjellta. Që ndroj stilit të saj, po themi Ami. Sigurisht, unë jam pro kësaj dhe kjo është e para. Pastaj le të kthej për të kthyer temës, domethënë për të ardhur tek fustanet që nuk dalin kurrë nga moda, sigurisht që është ai fustani Barbie, fustani princesh i madh që ti e përmende pak më përpara dhe nuk ka si ti kur dhe nuk ka përtikur kurrë në fakt nga moda. Është fustani me material të tyllt, me gura, me bust, zakonisht janë fustanet klasike që asnjëherë ne nuk lodhemi duke i parë dhe gjithmonë në për çdo koleksion të ri që marrim në agjenci, këto fustane janë të pandara. Janë pjesë e çdo koleksioni. Mirë, Ami, ne thamë që duhet të diferencoj fustanin në varësi të stilit të nuses, të vajzës që ta veshi. Megjithatë, fustanet që nuk dalin asnjëherë nga moda, detyrimisht mund të quhen edhe fustane klasik. A i shkojnë edhe vajzave ekstravagante? A i shkojnë. Në fakt, një vajzë ekstravagante në jetën e përditshme ka alternativa për të marrë diçka tjetër klasike, sepse nuk është vetëm fustani princesh, ai fustani i ëndrave ose le të themi fustani klasik që i ka rezistuar kohës. Janë dhe fustanet e materialit të satenit. Ato fustane klasike që ne i themi me hapje alfa, ose në formë këmbane, që nuk kanë atë fryrjen e madhe, por që gjithsesi nuset i nxjerrin shumë elegante dhe klasike. Pastaj, për të shkuar tek të tjera fustane, si ai që pam pak më përpara dhe në video që po shohim ndërkohë, janë fustanet e stilit siren. Një nuse ekstravagante mund të shkojë fare mirë me një fustan të tipit siren, që është i ngushtë mbas trupit, që mund të ketë një kurrizë të hapur deri në fund të shpinën. Edhe pjesa e fundit pastaj ajo që vendos. Sigurisht duhet ketë edhe format e mira që t'ia nxjerrin pak ky fustan, kështu që ka disa tipa fustanesh klasik që nuk vdesin kurrë dhe që nuk ikin kurrë nga moda. Ngjyra atyre që nuk ikin kurrë nga moda, është gjithmonë e bardha apo ndoshta edhe ndonjë ka filluar të ndryshojë. Në fakt të bardhan e kemi vetëm ne këtu në Shqipëri. Se kudo në përbot, kudo që shkoj, shoh pasarela dhe u bë vite që e bëj tashmë këtë punë, nuk kam parë as edhe një herë prezantimet ose sfilatat e nuseve me fustane të bardha akulle, bardha e borës. Të gjitha janë atë ngjyrën ivory ose në ngjyrën e qumshtit, sepse është ngjyra që mendohet dhe është e vërtetuar që shkon më së miri me tonalitetin e lëkurës së nuses. Sa më të thjesht janë Ami, aq më lehtë është që ata të mbeten rezistent për gjatë viteve dhe të duken modern, apo sa më të ngarkuar aq më mirë? Jam shumë e lumtur që kohët e fundit
këtë vit sidomos, po e ndjejmë shumë që klientët nuset janë larguar gjithmonë më tepër nga gjërat e rënda, të ngarkuarat, me gura, kështu që më vjen vërtet mirë për këtë fakt, sepse pamja e pastër, e sofistikuar. Pamja e pastër, e sofistikuar, japin më shumë rëndësi komoditetit në ditën e dasmës, sepse le ta themi dasmat shqiptare, tradicionale shqiptare janë të lodhshme, kështu që nuk duhet t'jesh vetëm një kukull e bukur, mjafton që t'jesh ai nusja klasike dhe nusja të shkatërrohet të lodhur gjatë gjithë ditës, por jo, vajzat kanë filluar të mendojnë edhe për veten e tyre, marrin fustane që janë komode, që i përshtaten në stilin e tyre, pa çka se çfarë mund të mendoj fisi e të tjerët. E qartë, okay, pra. Fustani i parë që nuk del asnjëherë nga moda është fustani princeshës. Princesha. Do rezistojë në gjitha korat. I madhi në materialin e tylit. Kemi të dytën pastaj stil siren, që ishte stilin siren, po, rian e ngushtë që mund të jenë të sofistikuar në material, në tantel, në tyl, që mund të kenë element pastaj që shtohen vit pas viti që përbëjnë atë trendin, që mund të jetë me një krah i mbyllur ose së fundmi me kurize të thelluara për jashtë, që mund të jenë për nuset ekstravagante dhe për ato vajza që kanë sigurisht linja të bukura, por janë fustanit saten. Ata që nuk dalin kur nga moda dhe që quhet fustani klasik, për një nuse që është që mund të shkoj dhe në stilin vintage, është një fustan saten. Tek pjesa e sipërme, çfarë mund të veçojmë Aminin? Domethënë, si duhet të jetë busti, apo ndoshta edhe ai fustan që mund të ketë edhe krah bashkëshoqëruese, që mos dalë asnjëherë nga moda? Atëherë, cilat janë detajet, elementet që bëjnë fustani që nuk del kur nga moda dhe që është për çdo nuse, për nuset, është fustani bust. Por që kjo gjë ndryshon, trendi ndryshon, domethënë 2 vitet e fundit kemi parë që stilistët gjithmonë më tepër janë larguar bustit. Domethënë në një koleksion prej 100, le ta themi 40 fustanesh, të rralla janë ato fustane që mund të jenë bust në fakt, sepse i kanë shtuar tylin sipër, një krah ose me 2 krah ose me pelerina, me mantele sipër, domethënë e kanë sofistikuar pamjen. Por sigurisht që përveç krahve që mund të vishen, mantelit e tjerë, ato janë gjithmonë në planin B, pastaj edhe bust. Gjithmonë është ky plani B për të bërë edhe bust fustani. Mirë, besoj duhet jetë shumë e vështirë për një vajzë, cila provon dhe arrin në zgjedhjen definitive që ndoshta mund të ndrohet mendja edhe ditën e fundit. Të mbetemi tek sugjerimet edhe këshillat, sepse dihet që vera është destina e dasmave. Ato fustane që kanë pal ose pak rrudh, ka gjasa që të dalin shpejt nga moda Ami? Në faktor janë hyrjet dhe daljet e sezoneve. Kjo është ajo rryma pastaj që ikën dhe vjen. E ka riskun brenda. Po, dhe që e ka riskun brenda dhe është për një vajzë dhe për një nuse që tenton. Është e guximshme dhe tenton të marrë diçka që është in për momentin. Por, mbas 10 viteve, e sigur që ajo gjë mund të ketë dalë dhe mund të ketë hyrë dhe mund të ketë dalë prapë nga moda, por që është zgjedhja e vajzës. Nëse është një nuse që tenton, që guxon, mund të shkojë edhe në ngjyra dhe tonalitete më të errta, mund të zgjedhë dhe fustane që janë paksa të çuditshëm dhe që përbëjnë trendin për momentin, për ato nuse që janë fashioniste, le ta themi, që nuk janë klasike. Folëm për modelin, pra për formën e fustanit, folëm për materialet, folëm gjithashtu edhe për ngjyrën, që jo vetëm e bardha, por gjithashtu edhe gjithmonë më tepër për ngjyra e qumshtit. Pana, ngjyra e qumshtit është një fustan që mund të rezistoj kohës dhe mund të mbetet në modë. Pjesa e relievit të fustanit, që thotë një fustan që është pa relief, apo një fustan që është me atë xixën e ngritur paksa, me atë gurin me shkëlqim, se e do nusja pak shkëlqim. Patjetër, dhe unë jam pro kësaj, nuk jam për fustanet e thjeshta fare, sepse një fustan të thjesht ose një stil kokteili ne mund ta veshim edhe në një mbrëmje gala, kushkarase ose në një darkë të rëndësishme tjetër. Edhe ku dallon nusja pastaj. Nusja duhet të dalloj faktikisht, por duhet të dalloj me elegancë edhe me vërtet me klasë. Kështu që unë preferoj shumë dhe gjithmonë më tepër shoh që në mod dhe trendi i pandar nga koleksionet e fustaneve të nusërisë janë tantellat. Tyli i ndërthurur me ato tantellat me qëndisjet fine, që nuk kanë ato gurin e madh që bie në sy nga fundi i sallës, por që ama janë copa dhe materiale të sofistikuara që përbëjnë tantellën fine dhe të hollë, që nuk bie në sy nga larg, por që duket që nuk është një gjë fare e lehtë, që është një fustan që vlen, që ka një çmim të caktuar për atë firmë dhe për atë markë që përfaqëson dhe që mbi të gjitha në fund fare janë për që komode nusja dhe për të përfaqësuar sigurisht karakterin e saj. Ama jemi mësuar me fustanet të mëdha të nuseve që shkojnë deri në fund të këmbëve. A kemi një fustan, një model tipik që është deri ku i shkurtër, ndoshta deri tek gjuri apo poshtë gjuri. Poshtë gjurit, patjetër. Që nuk del nga moda dhe cili është ai?
nuk mund të them që nuk del nga moda, por mund të them këtë që këtë vit në cilin po kalojmë, në 2014 janë shumë në modë fustanet 3 çerekshe post gjurit. Qoftë me fryrje, po, janë shumë të këndshëm, të tregojnë si kukull Barbie. Çdo nuse mund të ndihet shumë e bukur, pak kukull dhe shumë komode me atë stil fustani dhe ka fatin që është edhe në modë, është trendi i sezonit dhe mund ta eksperimentojnë, mund ta kenë për një fustan të dytë ose të tretë, por deri më sot nuk kam parë, domethënë ose nuk kemi nuse që e kanë ata si zgjedhjen e vetme, në fakt. Ai gjithmonë një alternativë tjetër për pjesë të veçanta të dasmës, si në prerjen e toshës, koktejli me shoqëri, për atë pjesën pas orës 1-2 natës kur fillon disko në dasëm ose për setin e fotove. E kuptova. Këto fustane që nuk dalin asnjëherë nga moda kanë edhe setin e tyre të aksesorëve apo jo. Mund të përshtaten këto aksesorë të gjithë modeleve të ndryshme të fustaneve që dalin nga moda se janë në njëjta linjë pak a shumë? Aksesorët janë të menaxhueshëm edhe domethënë janë të kontrollueshëm për tu vendosur me tipe të ndryshëm fustanesh. Po, dhe kombinohen fare lehtë dhe aksesorët në përgjithësi nuk është se kanë ndonjë trend që të themi këtë vit janë këto lloj aksesorësh. Megjithëse vitet e fundit janë vënë re që pak a shumë ka ikur edhe lloja klasike. Velloja klasike e madhe, e gjata, që sigurisht është klasike, dhe thamë klasika nuk i reziston gjitha korave dhe nuk ikon kurrë, por që janë futur gjithmonë më tepër këto mini shallat ose ripat ose kapuçet e nuseve që janë shumë interesante. Kapelet e vogla me pupla që vijnë më njanë dhe aksesor fin dhe elegant. Kurorat përdoren sigurisht për fustanet e mëdhej të stilit princesh. Nuk mund kemi kurora në çdo stil fustani, dhe pse kurora personifikon nusen, ajo kurora klasike me gur, por jo, domethënë edhe tek aksesorët kanë filluar nuset dhe po kërkojnë gjëra gjithmonë më të thjeshta. Madje ka edhe nga ato vajza që përdorin ose 2-3 gura të vegjël në varësi të stilimit që bëjnë ose lule natyrale. Rëndësishme është që ka sot shumë informacion, është e hapur, vetëm po të klikosh në internet, shikon dhe mund t'i vësh gishtin çfarë do lloj modeli, aty dhe të thuash unë dua të bëhem si kjo dhe çdo gjë bëj. Edhe je në rregull, ke zgjidhjen. Dhe për më tepër në momentin që ne e zgjedhim fustanin me nusen, sigurisht ajo prezantimi në katalogje ka edhe aksesorin me cilin shkon ai fustan, vellon, kputucët apo detajet e tjera që e plotësojnë formën e nusës. Kështu që duke i provuar fustanet, çdo gjë provohet, kombinohet aty në moment dhe ka alternativa dhe variacione të panumërta. Sigurisht. Okej, hedhim një sy në ekran, në këtë moment na ndihmoni regjia me disa foto, ne po flasim sot për fustanet e nusës. Ky është fustani princesh. Asnjëherë nga moda, po. Ky ishte i pari që e përmendëm në mënyrë të pashmangshme. Ky do të rezistojë të gjitha korave pa diskutim dhe është ai që kërkohet në 30%, 40% të nuseve, është fustani që kërkohet. Pa çka se mund shoqërohet edhe me një tjetër, linjë të ngushtë, apo një stil këmban, apo një fustan me material tjetër. Çfarë modifikimesh të bëhen për 2014-ën, pikërisht këtij lloji modeli jami? Në fakt, ky fustan e vështirë të ndërhyj sepse ky është tepër i ngarkuar. Domethënë këto fustane zakonisht kanë bustet me gura, siç e tham që janë bust sepse nuk mund të mbyllen edhe në pjesën e sipërme, janë të fryrë, pjesa e poshtme mund të jetë lisho, domethënë pa ngacmime ose mund të jetë me qëndisje, kështu që të ndërhysh në këto fustane, them që vetëm do t'i prishësh. Dhe në grimë dhe në stilim mund sugjeroj gjithmonë që me këtë tip fustani të jenë sa më pastër nuset edhe të jepet vlera dhe magjia atij pompozitetit që përfaqëson fustani. Sepse ti jep vërtet shumë rëndësi edhe tregon nusen. Nuk mund të jesh me këtë fustan për shembull me flokë të lëshuara. Je personalitet, po, absolutisht. Okej, shohim këtë tjetër. Ky është fustani klasik në formë këmbane që hapet në mënyrë graduale dhe që është në materialin e satenit. Ky është ai fustani për të cilin preferohet, jam kurioze. Preferohet shumë nga ato vajza që janë klasike, nga ato vajza që thash në karakterin, në tipin e tyre janë vajza klasike dhe që duan fustanet e thjeshta, duan linjat e pastra, duan që të mos ngarkohen si në grimë ashtu edhe në pamjen e tyre. Dhe çuditërisht nuk është se të godet kur i shikon kështu, por janë fustane grup moshe kanë përshtypjen pikërisht ky lloj modeli. Pa diskutim, po dhe të tregon një pamje shumë elegante.
shumë princesh, le ta themi, po ato princeshat elegante, jo princesha me fustanin e matë. Që thret fort se edhe ajo kupla e ëndrave. Okej, mirë, shohim një tjetër model fustan. Fustani linj siren, Sirena. që ato krahët janë dhe të çmontueshme, ajo që po flisnin pak më përpara, për të mos të bërë të bezdisshme gjatë gjithë darkës dhe ceremonisë, ashtu që për që dasmat në sezonin më të mirë të tyre janë në verë, kështu që krahët janë të çmontueshme, pastaj fustani ngelet buzë, ky fustan sigurisht që është për vajza që kanë linja të bukura, por sigurisht që rri mirë edhe në vajzat që kanë trupa të mbushur dhe me linja. Sepse në fakt ta shohësh këtë fustan të veshur në një modele, që mund të jetë masa small dhe ta shohësh në një vajzë që është medium large me forma trumbullakosura, e sigurt që do të pëlqejë kjo e dyta. Çfarë i bëre atyre që e kishin projektuar në kokën e tyre? Gjithsesi, a do rinte ajo pjesa e sipër me buzë dami, do rinte më mirë se kur ishte dekolte e hapur në vend të atyre krave të rëna? Krahët e bëjnë shumë, i japin shumë finesë, e bëjnë shumë sensuale. Ato krahët, pikërisht ato krahët janë risia e këtij sezoni, sepse fustani siren thamë që është ai që do ngelin përgjatë gjithë viteve. Që ka ardhur ndër vite, dhe do mbetet. Po, edhe sigurisht që do mbetet, por ato krahët i japin atë trendin e momentit, që thamë fustanit janë shkëputur nga busti dhe tani kanë filluar dhe modifikohen ose me një krah, ose me dy krah, ose me ndonjë mantel të hedhur sipër, për ta bërë pamjen më të sofistikuar, jo thjesht një fustan të ngushtë mbas trupit. E qartë. Okej, kemi një tjetër foto në ekran, një tjetër fustan. Ky është përsëri një fustan i në këtë rast, saten, për nuse që duan t'jenë elegante, me shije, por sigurisht që duan t'kenë dhe atë pamjen bum në sallë. Teksa hyn nusja, patjetër që mirëpritet me duar trokitje, por edhe fustani komentohet për mirë në çdo rast. Shohim pjesën e sipërme që e ka të mbyllur, që do thotë është nga fustanet e 2014. Nëse serioze? Serioze, po. Nuk se për shpi, i themin e. Bisht i gjatë në këtë fustan? Bisht i gjatë, kjo ka bisht tepër të gjatë, është fustan që mund të përdoret në mënyrë të përkryer edhe në ceremoninë e shkëmbimit të nazave në altar, pra, sepse është linje pastër, ka bishtin, por sigurisht bishtin gjitha fustaneve i kapet, ka të mënyrën e vetë se si kapet dhe për ta lënë nusën tjetë komode gjatë darkës. Është modeli deri diku i ngarkuar, megjithatë në dizenjo, nuk mund të themi dot. Është i ngarkuar duke qenë i sofistikuar dhe me elegancë. Nuk është nga ato fustane që duket i ngarkuar, wow, çfarë pas ka veshur në syrin e parë, por që bën bum kur e shikon që larg, por që sigurisht sa më tepër i afrohesh dhe gjithmonë gjen detaje, qëndisjen fine dhe materialin. Qëndisje kemi aty tek pjesa e sipërme? Pjesa e sipërme është qëndisur. Ky fustan ka dhe xhepa për lekët që mund të marrin nusja gjatë kërcimit. Nëse i bie rasti. 2-3 vitet e fundit kanë filluar disa stile fustane, sidomos këto fustanet e satenit që janë linjat e pastra, kanë dhe xhepa për ta bërë aq sa klasike, po aq edhe moderne dhe ekstravagante. E qartë. Okej, mirë. Ka përshtypjen se kemi foto të tjera në këtë moment që do të shfaqen, do ta ilustrojmë bisedën tonë më së miri, sepse po flasim për modelet e ndryshme të fustaneve që nuk dalin asnjëherë nga moda, rezistojnë viteve, vinë nga vitet të shkuara në fakt dhe që nuset vazhdojnë akoma ti preferojnë, ti pëlqejnë. Ky është një fustan tjetër siren, është ai që ti po thoje pak më përpara, mos do ishte më mirë kishte pa krah. Është një tip tjetër, është bust, është me formën e sweetheart të zemrës përpara, por nuset që kanë dekoltet bukur që duan ta tregojnë atë pjesë të dekoltes dhe sigurisht nxjerr gjithë siluetën në pa. Po, kam përshtypjen se kërkon edhe një lloj gjatësie deri diku ky fustan. Është dhe kërkon edhe një lloj gjatësie për të patur ato pikët maksimale themin do të pamjen optimale të një nuse, por që edhe në vajzat me trup mesatar apo dhe të shkurtra, sigurisht që masat e fustaneve dhe numrat variojnë, nuk është se janë të gjitha të standardit për gjatësinë e modeleve, kështu që edhe në vajza me trup mesatar, këto fustane elegante, nëse ato janë dhe vetë elegante, tregojnë linjën e gjatë, tregojnë dhe më të gjata. Ajo që bashkon është stili klasik, sepse kjo evidentohet më së miri edhe në kapjen e flokëve, në modelet që janë përdorur, kemi një topuz në rastin konkret, kemi pasur flokë të mbledhura lart tek fotot paraardhëse. Në përgjithësi të gjitha prezantimet Lori edhe jashtë, unë referohem kuptohet vendeve jashtë dhe firmave stilistëve ku ne jemi pjesë atyre brendeve, janë
absolutisht me linja të pastra, me flokë të kapura pastër, me aksesor fin dhe shumë elegant në kokë. Do të thënë nuk sheh nuse me flokë të bëra me kachorela ose me lule kështu në kokë, por janë shumë linja të pastra. Mirë, për të gjitha nuset që nuk duan të riskojnë e të guxojnë shumë, se ndoshta komentet që do të marrin pas dasmës nuk do të jenë fort pozitive, patjetër të siguroj që nuk janë të gjitha komentet pozitive. Sa do e bukur ti jesh atë ditë, patjetër do dalin nga ato 200-300 veta disa që nuk do të pëlqejnë. Po. Gjithsesi, këto do të ishin më brenda linjës dhe asaj që pak a shumë i pëlqen shumicës sepse të është mësuar syri të shohësh, përderisa ato vinë vit pas viti, prezantohen dhe rezistojnë, mbeten po të njëjtët në vlerë të paktën. Shohim edhe një foto të fundit ndërkohë në ekran. Okej, është këtu. Ky është një fustan, po. Ky është një fustan, le themi, sa klasik, madhështor, aq edhe modern. Modern e bëjnë krahët, tyli, pjesa e tyl që ka sipër, shumë sensuale. Edhe pse je kokë këmbë, domethënë mbuluar me këtë fustan, je shumë sensuale, me pjesën e krave dhe të bustit, plus brezi. Brezi është një detaj që këto vitet e fundit ka hyrë dhe mund të bëhet nga ato detajt klasike që edhe do vazhdojnë kohë, sepse tregon jashtëmase bukur trupin e femrës, bustin edhe ka të hapjen pastaj të fustanit që i duhet nuses, në fundit atë madhështin. Dhe është i gjithi tantel. Ky është në materialin e tantelës, është i gjithi i punuar, që është jashtëmase i sofistikuar si fustan dhe në material. Kemi parë vetëm pjesën përpara të fustanit, por pjesën pas do ta komentojmë të dyja bashkë, si është mirë, që të kemi një pjesë të shpinës të hapur, apo kjo është në varësi pastaj edhe të modelit, nëse ka krah, nëse është bust. Në përgjithësi fustanet janë të mbyllura mbrapa deri në pjesën e shpatullës, por ka edhe nga ato fustane që thash vijnë të hapur deri në fund shpinë, dhe sigurisht janë për ato nuse që kanë një fizik për të nxjerrë. Sepse një nuse mendoj që në ditën e dasmës saj duhet të nxjerrë në pa anët më të mira të trupit dhe duhet të mbulojmë, duhet të maskojmë ato të cilat çdo femër e di ku i ka defektin e saj. Dhe pse mos ta bëjmë, po, pse mos ta bëjmë kur i kemi mundësi të zgjedhim ndërmjet 10 fustaneve dhe nxjerrim optimale tonë. Absolutisht. Më të mirën tonë. Kështu që një fustan me kurrizë për jashtë, patjetër do të sugjerojnë nuse që kanë, zakonisht këto fustane vinë te linjat e ngushta, dhe që kanë një kurrizë të bukur, një trup prej modele, le ta themi, dhe ai kurrizi për jashtë do ishte tepër sensual për ta parë. Përsa një nuse që mund të jetë pak e bëshme ose e shëndosh, e kolme, mbasi nuk të ishte shumë bukur dhe nuk e kërkojnë në fakt që ta kenë këtë kurrizin për jashtë. Përkundrazi duan që ta kenë të mbyllur, veshin edhe krah për të mbuluar pjesën që femrat e dinë që del këtu te ku shtrëngohet sidomos fustani. Okej, qartë, u morën vesh me syrin mbrapa. Të gjitha bashkë edhe për te. Edhe ato e dinë vetë, kështu që ajo pjesë duhet modifikuar dhe duhet mbuluar, që të nxjerrim anën tonë më të mirë. Absolutisht. Ami sugjeron që për nuset, të cilat janë duke planifikuar tani fustanin e tyre apo fustanet e tyre, sepse nuk mjaftohen me një. Njëra zgjedhje ishte pikërisht alternativa që ne shfaqëm sot në ekran dhe që bëhet fjalë për fustanet që nuk dalin asnjëherë nga moda. Unë sugjeroj atë që thash edhe në fillim, sugjeroj që të provojnë pafund, sepse vetëm prova është ajo që përcakton saktë se në çfarë stil fustani do qëndroj një nuse, të provojnë dhe pastaj në fund të zgjedhin atë fustan i cili i bën të përfaqësohen denjësisht. Nëse një nuse ndjehet mbretëresha e darkës me një fustan qoftë linjë të ngushtë, ai është fustani i saj. Nuk ka nevojë të jetë fustani patjetër i fryrë, i madh me gura që të duket që përtej dhe për të ndjerë nusja e dasmës. Jo, nuset je duke përfaqësuar veten tënde atë çka ti meriton të kesh atë ditë. Çfarë më bëre pikët maksimale. Më bëre që të mendoj për dasmën. Po, e bën shumë mirë, se është gjë shumë e bukur. Faleminderit shumë që ishe në studio, ishte kënaqësi. Faleminderit. Dhe je gjithmonë e mirëpritur. Faleminderit. Verë të mbar nëse nuk shihemi në vazhdimsi. Po, patjetër, edhe ty verë të mbar, për shembull mbar atë. Shkojmë të dashur tani në publicitet. Rikthehemi vetëm pas pak me një tjetër pjesë të veçantë të programit Dita ime në ekranin e Vision Plus. Publicitet.